Në Berdicë, ashtu si në të gjithë qarkun Shkodër, politika diskriminuese të qeverisë Rama për 12 vite i kanë penalizuar banorët që ende edhe sot vuajnë mungesën e certifikatave të pronësisë, furnizimit normal me energji elektrike, shpronësimet, shpopullimin e tjerë. Ka mësues të në Berdicë me një nxënës. Janë bashku klasat, nuk bëhet mësim i rregullt, pra duhet të vëmë dorën të arsimi. Me mobilizu njerëzit, me shkuat ditë, mos rrinë diferencë, kështu në kontakt me njerëz shumë kush i kam në java, që me shku njësoj janë. Jo, s'janë njësoj, nuk janë njësoj. Dhe jena, tash jena në pension, po kena kanë edhe në punë dhe kena pas se çfarë rritjesh, pagash. Si ashtë muajt fjala ata 2 mandate që qeverisi PD-ja, 2005, 2012-13. Vetëm kopshti i kryeministit kushton 5 milion euro. Një kopsht, që ka bënë si kopshti e Denit, ndërkohë që shtrunshi që e theksuat në fshatë më të madh bashki Shkodër, është akoma pa ujë të pishëm. Gjatë takimit me kryefamiljar të zonës, kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bart Spahia kërkoi që më 11 maj të ndëshkohet me vot një qeveri, simboli i korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin. Uji, dritat, çështjet e pronësisë janë çështje thelbësore dhe problematika me të cilat hasen vazhdimisht banorët e kësaj zone, pa fol pastaj edhe për çështje të infrastrukturës apo çështje shpronësimesh për ndërhyrje të infrastrukturës së shtetit e tjerë, ku ka pas një vëmendje krejtësisht inekzistente prej qeverisë qendrore dhe shumë pak gjatë këtyre 2 viteve prej qeverisjes lokale. Këto 2 vite kanë faktu që edhe pse e morën ashtu si që e morën bashkinë e Shkodrës, prap vëmendja karshi popullatës së territorit bashkisë është jo minimale, po inekzistente. Ta kthejmë vëmendjen tek domosdoshmëria e largimit një orë më parë të kësaj që veç emri ka qeveri, sepse nuk është as pak, i ngjan më shumë një bande kriminale që kanë uzurpuar zyrat e shtetit dhe vjedhin e grabisin për ditë qytetarët shqiptar. Nxen skandalin këtu, çdo ditë, milionat e eurove janë basi me qenë letër, ndërkohë që shqiptarët, njerëzit e thjesht, vujnë me arrit fundin e muajit. Me 11 maj, ne t'i japim me vot përgjigjen që meritojnë. Nuk është më vetëm detyrë qytetare vota, miq. Është një mision kombëtar. Largimi i kësaj qeverie, sot e shihni, nuk kanë absolutisht asnjë alternativë, nuk kanë asnjë ofertë, përveç tallavas nga një anë edhe talljeve skandaloze. Me 11 maj, alternative vetme për të ardhmen e tyne, për tashmen dhe për të ardhmen e tyne, metet Partia Demokratike. Numri 1 dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, e cila ka mbindjen absolute që falë edhe punës e mbështetjes tuaj, do t'jetë fituese me 11 maj. Duke i dhënë mbështetje kandidatit Bart Spahia, banorët vlerësuan programin e Partisë Demokratike si zgjidhja e duhur për shqetësimet që ka sot jo vetëm Berdica, por i gjithë qarku i Shkodrës.